A i keni bë përgatitjet e Bajramit? Po, kemi bë. Çfarë ëmbëlsire do servohet tek shtëpia juve? Po zakonisht baklav bëjmë, tradicionalisht po. Po, si jo, si çdo tjerë edhe ne, si jo, po. Na tregoni çfarë ëmbëlsire do servohet tek shtëpia juaj? Varet sipas shijeve të fëmijëve, po si zakonisht baklava. Baklava, okej. Faleminderit. Pregatitja e Bajramit, hazërimi, presim. Çfarë ëmbëlsire do servohet në shtëpinë tuaj? Tipi baklava, senda. Baklava e bleme apo? Jo. Shoqat e pregatitje, baklava edhe që ajo. Po edhe nuk janë sa që dohet, sikur ka qenë më përpara, kanë pas interesim shumë doje bile dhe ditë përpara Bajramit ka i bë porosira, atash tobër. Kjo do se edhe hekin gurbet. Çmimet nuk janë të larta, çmimet janë çato çmime, jo se si vjet, si vjet. Jo se të thosh se për fest ne i kina hip çmimet e kina bë më shtrejt ose ku të deju ne. Po cila ëmbëlsirë është më së shumti që shitet? Qëllon, gjithë një është kjo për Bajram, ëmbëlsira me sherbet. Si, për shembull, sheqerparja, baklava, tollumbat, ka këtu edhe trileqe, edhe indiokat janë më të njoftura, se kërë shqiptarët i përdorin ato. Apo, tash unë sa e shoh, dobët është.